Në bazë të asaj se çfarë kom parë, japi përparësi Argjentinës, për arsye se është kampion momental, edhe ka tregu në një formë shumë të mirë, po loja e tyre është goxha shumë lojë kolektive edhe janë shumë të rrezikshme si në aspektin defanziv ashtu edhe në atë pjesën ofanzive. Domethënë është një ekip kombëtar shumë i kompletuar. Tu e di që kanë edhe Mesin, po edhe lojtarë tjerë që janë përreth tina, është një ekip shumë i mirë. Franca, padyshim, është një ndër ekipet më të kompletume, më me thonë, në gjitha repartet edhe në gjitha aspektet, kështu që ka shumë konkurrencë. Do shta edhe i ka një përparësi sepse ekipën e kanë moshë shumë të re, edhe janë moshë shumë të re, po që kanë shumë kampionate edhe që kanë shumë përgjithësi në supet e tyre, si Kylian Mbappé, apo ta shpeshohëm Olisen, dhe më thonë një lejtar që veç u shfaq këtë vetë të Bayern, se të kalumen ka qena për disa skuadra pak ma nivel ma tullë si në Crystal Palace, po këtë vetë e ka bo atë shpërthimin e ti. Pa pik dyshimi është edhe Spanja është çdo herë, është e rrezikshme edhe Spanja, po mendoj që do t'jetë edhe ndonjë ekip pe planit 2 që çdo herë ka befasi.